Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë. Keni pa ju se si për disa produkte bëhen shumë lajmërime, lëshon shumë lirë çmimet e tyre. Ata që i shesin ato produkte vrapojnë mas njerëzve. Edhe kundërta, ka dhe produkte tjera, të cilat zotërit që i prodhojnë ato produkte nuk vrapojnë pas tjerëve. Ata rrinë si zotni, kom për mi kom, klient mështerit vinë vetë të ata. Kanë ma shumë shitje se sa të partë, as nuk për ullën, as nuk bëjnë zhurmë, as nuk tregojnë dobësi para të tjerëve, ata janë zotni. Të tjerët vrapojnë pas tyre. Cili mendon se është dallimi mes këtij produktit parë dhe dytit? Pse mas këtij dytit vrapojnë njerëzit? Atë të parit, zotërit prodhuesit atij produkti vrapojnë mas njerëzve. Dallimi është tek vlera, cilësia. Kur dikush ka vlerë, të tjerët vrapojnë mas tij. Kur dikush s'ka vlerë, vrapon pas të tjerëve me kriju vlera. Kështu janë edhe njerëzit. Njeriu, në veçanti besimtari, duhet me pas vlerë. Duhet me pas një vlerë të tij të caktuar sa ma shumë që mund me mri, ma mirë. Që të tjerët me vrapu mas tij. Edhe me e bo një nivel me ngrit që ai mu mundu, nuk po them që detyrimisht ka më bo i tillë nga gjitha aspektet, por të mundohet që të mos ketë nevoj për as kënd, apo për shumë kënd. Nëse ka nevoj le të ketë për pak njerëz. E të gjitha ata të tjerët të kenë nevoj për këta. Pra ky mu bon vlerë që të tjerët me pas nevoj për këta. Dhe mos me mujt me bon pa ta. Edhe tjetra hala ma interesante dhe ma e rëndësishme është që nëse të tjerët largohen prej ti, ai mos me hup kur gjë. Thjesht ata kanë hup për vete që janë largu prej ti. Ai s'ka hup kur gjë, ai e vazhdon jetën. Ai zotën e ka nis jetën vet pa të tjerët, pa pas nevojë për ta. Ai nuk është i varur nga askush. Ka lidhë me Zotin jetën e tij. I ka pru punët në atë nivel sa nuk ka nevojë për kërkan. Kushdo që largohet prej ti hup vet. Vet hup. Dhe më thonë, me pru vetën më bon ti vlerë në vete. Të tjerët kur rrinë me ty, ndjenë privilegjum. Të tjerët kur ju thojnë njerëzve, unë rri me filanin, me fitu pozita vlera, me fitu besim të tjerët. Sa njeri është për shembull mjeshtri i ndërtimi, ka firmë ndërtimit. Edhe rrinë me dikant që ka vlera. Edhe kur çkan me lyp punë, një tjetër atje, i thot, e nja filanin, a thot edhe unë e nja, unë e rri me ta, dënë përmes që ati filanit që ka vlera, ky me fitu vlera vetë që me adhona i tjetëri punën. E ke parasysh? Më bo person që ke vlera. Në momentin që të largohen të tjertë, nëse të largohen, ata me ndje boshllëk, edhe me e kuptu ata se ata janë të hup që janë largu prej teje. Ti nuk je të hup as gja. Ti e të vazhdo rrugtimin tanë. Pra, bëhu person me vlera, i pamvarur nga të tjertë. Kushdo që largohet prej teje ti s'humb kur gja. Ti e ke synimet e sakta. Ti ke qëllimet e sakta. Ti din ka hje të shku. Ti din çka të dëshiron, ku me mri, ku më konë mas 1 vjetë, 2, mas 10. Të tjertë që largohen prej teje, humbin vlera. Ti nuk humb as gja. Për kundra zibile këherë, kur të largohen ata, ti fiton vlera, se e ke largu dikani cili ta ka marrë kohën, dikani cili të ka mbush me energji negative, dikani cili ta ka marrë energjin pozitive. Pa bëhu ti në vete vlerë, që të tjertë kënë nevoj për ty, dhe largimin nga ti, ju bandam aty në asësit ty. Ty, largimi i tyre prej teje, veç të ngritë ma shumë. Se ti ki ko ma shumë më marrë me vetën tane.
Ki kohë ma shumë më marrë me të afërmit e këtu. Ata që dojnë, ata që s'tu kanë largu. Edhe një këshill po japë, për fund. Personat që s'ta kanë ditë vlerën, edhe të kanë largu, apo janë largu prej teje, kurdo që dojnë më këthy, mund është me jaulon një derë të qelë, derë të vogël. Asësi, unë po e thëmë këtë me plot përgjithësi, asësi, ata që të kanë këthy shpinën në për sprova, kur ti ke qenë vlerë, por të kanë këthy shpinën, mos leja, me këthy në të njëjtin vend, në të njëjtin pozitë në vetën tonë, në zemrën tonë, ku kanë qenë ma herët. Mos leja. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se besimtari nuk kafshohet nga një jetë avrim 2 herë. Për herë të parë tu kanë afru, nuk i keni joftë. Për së dyti, kur dojnë më afru, ti mo i njeh. Edhe mos e lejoni gjatë tillë. Po, më kushtu vëmendje sa është e nevojshme, por jo me lon keq veten. Me vunë për nëse kelon çdo sen mongo nga vetja jote për ta, jo më mos e ban. Nëse me të parën kur të kanë thirrë në telefon e ke qel telefonin, mos e qel me të parën. Nëse ke shku me termin pa termin i ke pranu, mos e lejoni gjatë tillë. E kështu me radhë. Bëhu vlerë që kushdo që afrohet te ti përfiton. Çdo kush që largohet prej teje ai humb e ti bënoj pa mbarën prej njerëzve. Kjo është pjesë e krenarisë. Vlerësoj edhe arrije. Zoti të rujtë.